Përshëndetje miq, emri im është Ivana dhe kjo është hapësira jonë për ushtrim, relaksim dhe ndonjëherë vallëzim. Ne kur ishim më të vegjël, kur isha fëmijë si ju, nuk kishim shumë kompjuter, nuk kishim shumë lodra dhe shpesh e përdoria fantazinë time që të luaj. Jo gjithmonë kisha me kë, ndonjëherë duhej edhe vetëm. Shumë doja të vizatoja, shumë doja të shkruaja poezi. Nga perspektiva e sotshme ajo poezi tani më duket shumë qesharake, por atëherë kaq shumë ma mbushte zemrën të shkruaja rim dhe fjalë. Kreativiteti ynë është i pakufishëm dhe çdo fëmijë ka kreativitet brenda vetes dhe mund të bëjë çfarë të dojë dhe të shfrytëzojë fantazinë e tij që të arrijë shumë. Kemi shumë mënyra të shprehjes. Për sot jemi këtu të ushtrojmë, ta përfshijmë pak trupin. Prandaj do të propozoj të filloj me vallëzim. Provo të dëgjosh muzikën, provo të dëgjosh ritmin dhe gjejo në trup. Fillo të kërcesh pakës. Kështu do të kërcej në vend dhe të fillojmë të lëvizim. Dhe gjithmonë kemi mënyrë si të shprehemi. Si nga ne të daljen emocionet, ajo që ndjejmë. Mundemi të shkoj majtas, djathtas, ju gjeni miq. Askush nuk ju gjykon, askush s'ju thot si duhet të duket kjo. Ky është vallëzimi ynë, mund të kërcejmë pakës. Të hidhemi pak, të luajmë mirë. Çdo muzikë është e bukur, çdo muzikë sjell lumturi, dhe çdo lëvizje dhe kërcim na bën të shëndetshëm dhe të lumtur. Menjëherë na përshpejtohet zemra, na gjendet i gjithë ritmi brenda nesh. Gjejmë buzëqeshje dhe kjo është mënyra ime e preferuar si të përfshi trupin. Tani do kërcej dhe do ulem. Dhe si bretkos kam shumë energji. Në të gjitha anët e lëviz, të shprehem si të dua. Dhe ndoshta të filloj të rrotullohem në njërin anë dhe në anën tjetër që të mos më merren mend. Nëpërmjet vallëzimit miq, nëpërmjet lojës, mundemi gjithmonë ta gjejmë. Fantazinë tonë ta hapim. Dhe nëse lodhemi, përsëri mund të kthehemi. Në atë kërcim në vend, ta gjejmë atë ritmin brenda nesh. Dhe ndoshta do duhet të fillojmë të lëvizim më ngadalë. Të gjejmë ritmin ton. Duart i ngrem dhe të vallëzojmë me trupin ton. Pa turp. A është ritmi i shpejt? A është ritmi që zgjedhemi ngadalshëm? Ne. Dhe zemra jon përshpejtohet. Zemra jon gëzohet. Dhe kur do të lodhemi, mundemi ngadalë të ngadalsojmë dhe të presim këngën tjetër. Ndoshta do të jetë pak më e qetë, pak më e ndërlikuar dhe do t'i vendosim duart në zemër, ose ndoshta do përqafojmë veten dhe këtu do gjejmë se zemra jon rreh, se jemi shumë kreativ, se gjithmonë kemi mënyrë si të shprehemi. Vallëzimi është një nga shumë. Ajo është mënyra ime e preferuar si të ndes këtë zemër dhe të mbushe me frymëzim. Dhe pastaj, ndoshta do të nxjerr bllokun dhe do të vizatoj diçka të mrekullueshme. Ndoshta do të shkruaj ndonjë poem. Ndoshta do të filloj të zbuloj si bëhet muzikë. Dhe do të mësoj t'i bie ndonjë instrumenti që të krijoj unë muzikën për vallëzim që është imja.
Ka shumë mënyra të shprehemi. Dhe nuk ka asgjë që mund të na ndalojë. Mund të vishemi ndryshe. Ndryshe të rregullojmë në shtëpi, të jetë unike dhe e jona. Të jetë shprehje në botë. Mund të bëjmë dhurat për miqtë tanë, kartolin për mësueset tona. Shpresoj se zemra juaj në këtë orë u mbush me frymëzim dhe tani, kur do ta ndani me botën, bota do ta shohë bukurinë e zemrave tuaja të mrekullueshme. Ju ftoj gjithmonë të vallëzojmë bashkë. Kur nuk jemi bashkë të lëshojmë muzikë dhe të ndjejmë se zemrat tona rahen. Përshëndetje miq. Faleminderit për shoqërinë tuaj. Faleminderit për këtë vallëzim.